Na ka mbetur që nga ajo kohë një detyrë që s'mund të harrojmë. Aksionin ju e kryet, por më vonë morën vesh se ishte vrarë vetëm kuestori. Dërsa agenti ishte plagosur. Fashistët e nisën për në Itali, e kuruan, dhe tash ai ndodhet tek aleatët. Donë se davaja e tij dhe fashizmit mbaroi, ne nuk e harrojmë. Partia i merr vendimet për t'i zbatuar, dhe jo që të zverdhen arkivave. Atje të presin edhe 2 shokë të tjerë. Njeri ish Martini, guerilas i Shkodrës, tashti përfaqësuesi ynë pranë Unrës. Kurse tjetri ish Michele, italiani që u ndihmoi në aksionin e parë. Për t'u lidhur me Veronikun, nuk do ta keni të vështirë. E porosit padronëve të tij, po punon për ta bërë Martinin agjent të CIA-s. Shoku im po e luan për bukuri rolin. Duhet na i sillni të gjallë. Po se si, këtë vendoseni vetë. Ndoshta mund të shfrytëzoni ngarkesën e Unrës që do të sjellë anija jonë. Marinarët i keni shok të mirë. Këshilloju dhe me ta. Mirë? Rrugë të mbarë. Marie. Urdhro. Akoma nuk e përgati. Për një orë kam ceremoninë e dekorimit. Unë thash të nisësh nesër. Ti vetë ngule këmbë. Po Veronikut nuk i kam dhënë leje, vetëm për sot, ti e din. Ku është dhurata për nënën? Në karike. Hamalli! Hajde Hamalli! Autobusi për Shkodër pas 5 minutash niset. Hamalli! Hajde zotri, Hamalli! Autobusi për Shkodër pas 5 minutash niset. Hamalli! Urdhroni zotrin të hypni, urdhroni zotrin të hypni. Vazhdojmë me lajmet. Sot, në 2 maj, kuarteri i përgjithshëm i trupave të armatosura komunikon. Në
Ballin egyptian një sulm I fort I mjeteve të karrocuara I bërë nga armiku në sektorin e divizioneve Trento dhe Trieste, u zbras kryekput. Kundërshtari la në duart tona qindra robër. Shkëlqesi. Njeriu I përgatitur prej kohësh mundi të deportonte gjallë njerëzit më të besuar të krerëve komunist. Dhe 2 javë më parë zbuloi bazën kryesore të tyre. 2 javë me radhë me e vum bazën në vëzhgim të rrept dhe më në fund agenti ynë arriti të mësonte sot një sekret të madh. Sonte do të bëjë një mbledhje të jashtëzakonshme Komiteti Qendror I Partisë. Gjatë alibisë së dekorimit, ne bëm parën fare në sy goditjen e bazës. Tani atje ndodhen pritje njerëzit. Roko. Krerët komunist do të hynë në bazë të maskuar njëri pas tjetrit në çdo 20 minuta. Nga ora 19 deri në orën 21 kur fillon ndalim qarkullimi. A nuk do të ishte më mirë, zoti këshilltar, që goditja të bëhej pasi krerët komunist të futeshin në bazë, pra pas orës 21? Pyetja e shkëlqësisë suaj na ka lind për kohësh. Por ne zgjodhëm variantin që u thash, për arsye se nuk kemi patur mundësi të kapim ndonjë komunist pa shkaktuar një betejë të përgjithshme. Kjo është baza sekrete. Ne kemi zënë rrugicat që komunikojnë me të në një rrëfim të trefisht. Ata do të bien njëri pas tjetrit pa u ndier në grackën që u kemi ngritur.
Drume pre! Hajde, drume pre! Drume pre! A keni drume pre? Hajde, drume pre! Drume pre! Thua t'jetë ky një nga ata të qendërorit. Nuk e besoj. Ata nuk vinë para orës 19. Komunistët janë fanatik të disiplinës. Ky duhet t'jetë ndonjë nga ata të pararojës që donte të hynte. Megjithatë nuk hyri. Cili është kodi ju e fshetë? Nga se u step shoku juaj dhe nuk hyri brenda. Fol! A prit këndër që? Më lajmëruan për një defekt elektrik në këtë shtëpi, po me sa duket s'ka njeri. Jo, mre çun. Zotni Filipi ka kohë që ka ardhur. Faleminderit. S'ka gjë. Ej, elektricist. Zoti Filipi u pret brenda. Zotëria në qoftë se ka nevojë le të dalë. Mos afroni. Djalosh, tregoj i urt. Ne s'duam të prishim qetësinë. Dorzohu. Çu. Orçu. Eja brenda. Të rroj partia. Shoku Taras do të kalonte në këtë drejtim. Ai kaloi, sa po ndava me të. Duhet të gjejmë shokët e tjerë. Ata me siguri kanë dëgjuar këtë betejën dhe presin në bazat e nisjes ose në rezervat. Isai e di se ku janë. Me porosit të shokut Taras, mbledhja e Komitetit Qendror do bëhet posonte, të vinë urgjent tek Xhaja.
Gjallë. Gjallë, zoti kolonel. Jo këshit drejt për anë. Këto janë me të vërtet një thesa. Nisu. Por unë mendoj shkëlqësi se nuk ka vend për dëshpërim. Me materialet që kemi në dorë, mund të deklaroj me bindje. E shumta deri nesër në drek, Partia Komuniste do të pushojë se ekzistuari. Shkëlqësi. Ky është shansi i fundit që ju jepet, zoti këshilltar. Në vend të njerëzve të gjallë ne tani kemi nduar vetëm emra. Shumë emra. Ndofta shumicën. Në Tiranë dhe në prefektura. Po ku ndodhen? Ku fshihen? Me pa aftësinë tuaj u dhat atyre alarmin. Por ne do t'i nxjerrim me çdo kusht nga strofkat ku janë futur. Tani në veprim do të vëm planin numër 2 për të cilin mendonim se nuk do të lindë nevoja po që se kapnim kokat. Por zotërinj, edhe nga bishti mund të dilet te koka. Në bazë të proces verbaleve të posaçapura, kemi përpiluar listat sakta të komunistëve për çdo prefekturë. Atyre u kemi shtuar dhe komunistët e dyshimtit të evidentuar nga policia e Zogut dhe agjentura jonë. Ju do të jeni të plot fuqishmit tanë në kuestura. Do të niseni që sonte. Zoti Antonio, të jepet alarmi urgjentisht në të gjithë vendin. Në Tiranë në orën 22, pas një goditje të befasishme, duhet i kapim të gjithë. Dhe të filloj përpunimi me njëherë shumë i secilit. Sa do e përsosur tjetë skema e organizimit të tyre, edhe ajo e ka një pikë të dobët. Mjafton të kaputet një halk dhe zbërthehet krejt zinxhiri. Secili prej jush është përgjegjës për zonën e tij. Ndërsa ju, kolonel, për të gjithë. Zotërinj, aksionin që po fillojmë duhet ta cilësojmë si një provë finale midis fashizmit dhe komunizmit në Shqipëri. Përgjigjeni me kokë për këtë operacion. Drita. Ç'ka ndodhur, Mihal? Largohu shpejt dhe shko tek Tezja. 7-8 muaj aderova me komunizmin kur isha djalë në Athinë. Dhe në Korçë me 1930-ën.
Ka me qurë dorë që atëhere. Deri palavra me qofalli. Ja kemi hili fashizmin. Pranga. Jam fashist me bindje. Për Krishtin e ju gënjej, ju lutem. Dëgjoni një minutë, ju lutem. Do ketë ndonjë gabim. Haj Gjergj, shko shpejt e Ktezja, vetëm ajo të pretësonde, kuptove? Në mbledhjen e tij të shpejtë, Komiteti Qendror theksoi se situata është tepër e rëndë, edhe me të panjohura të shumta. Si mas e parë urgjente, duhet të ndryshojmë të gjithë planin e bazave tona, të takimeve, të lëvizjeve që bëjmë, edhe të parullave. Të sinjalizohen një për një të gjithë shokët, të jenë vigjilent dhe tepër konspirativ, por ama jo të rriqen nga lufta. Po përpara se të ndajemi, ne duhet të sqarojmë diçka. Kush nga ju ka hyrë, ose ka pasur djeni për bazën që u zbulua? Unë. Edhe unë. Edhe unë. Mos keni asur aty në një person që ju ka ngjallur dyshime? Përveç nënës, motrës edhe kunatit Filipit, askën tjetër nuk kemi parë. Po, ku ndodhen ata tani? Apo i kanë arrestuar? Nuk e besoj. E jema e Filipit ishte larguar që një javë më parë në Shkodër, tek e bia. Ndërsa sot në mëngjes, me porosin ton, Filipi nisi edhe të motrën. E shoqëronte Veroniku. Mirë shok, le të shpërndajemi. Keni parasysh se agenti që i dha armikut atë bazë, mund të jetë edhe në radhët tona. Dhe derisa ta zbulojmë, mund ta shkaktojë dëme të mëdha. Vdekje fashizmit. Liri e popullit. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Hapim pak dritare. A është I sigur shoku ju në postën qendrore? Është një patriot I ndershëm. Të organizojmë një takim urgjent me të. Shoku Taras më porositi të vëmë në veprim çdo mundësi që ekziston, për të lajmëruar që sonte shokët tanë në përqarqe. Kuesturës Elbasan, të arrestohen me njëherë. Tomor Sinani, Ptolemet Gjuvani. Kuesturës Shkodër, të arrestohen komunistët Naim Gjilbegu, Dot Smazi. Kuesturës Durrës, të arrestohen me njëherë komunistët Telat Noga, Katriot Muça. Të arrestohet me njëherë Nazmir Ushit. Mbarove, tepër urgjent. Gjirokastër. Sekre. Kuesturës Vlorë, Të arrestohen komunistët Terlat Rexhepi, Zafer Asqeriu. Teli Ndini.
Me aktin tënd na bëre një dëm të pallogaritshëm. Ke vetëm një rrugë. Të tregosh. Trego sa më shpejt cilat janë bazat dhe ku fshihen shokët e tu. Të jap 2 minuta kohë. Vendos vetë për jetën ose për vdekjen tënde. Fashistët janë lëshuar mbi shokët tanë që mundet të kapnin dhe po provojnë mbi trupat e tyre tër arsenalin e torturave më çnjerëzore mesjetare. Por edhe në tortura, shokët tanë po qëndrojnë si erojnë kreshnik të kësaj toke. Mbajeni kokën lartë, trima shqiptar. Shokët tua janë në këmbë, dhimbjet tuaja e bëjnë malu rejtjen tonë. Shpagimi do të bjerë mbi kuçedrën fashiste. Vetëm në valin e parë të arrestimeve kemi kapur në Tiranë, Durrës dhe Shkodër 115 komunistë dhe tani po vazhdojmë me nguta. Fiasko. Komunistët u kanë shpëtuar dhe po organizojnë në mbastisjet tuaja një mbrojtje që është për ta patur zili. Po arrestoni bile edhe njerëz që janë të lidhur shpirtërisht me fashizmin. Ndërsa krerët e komunizmit zotërinj jetojnë, drejtojnë, luftojnë. Filloni. Kemal Stafa, një ndër krerët e partisë dhe kryetari i Rinisë Komuniste. I deklaruar për vitesh si komunist i rrezikshëm. Tash ndodhet në Tiranë. Vasil Shanto, komunist nga më të vjetrit, atentatori sprovuar i gatshëm të marrë përsipër çdo aksion. Vepron kryesisht në Tiranë dhe Shkodër. Myslim Peza, armik i deklaruar i Shëmbëretit Zog. Ratisur nga Shqipëria për shumë vite. Qysh kur u kthye në Shqipëri, u lidh me komunistët dhe tash komandon një nga qetat më kryesore të partizanëve. Vepron, vret e strehohet në nundët tona, rreth Tiranës, bile dhe brenda në Tiranë. Vojo Kushi, Shkodran, kemi të thënë se është komandanti njësiteve guerile të Tiranës. Isa Murati, punëtor, një nga drejtuesit kryesor të qarkorit për Tiranën. Misto Mame, punëtor, antari udhëheqjes së Rinisë dhe partisë në Tiranë. Element që më tepër se fjalët di të përdorin agantin. Dhe tani zotëri nguliteni mirë në mendje këtë fotografi. Është Tarasi. Emri i vërtet Enver Hoxha. Kreu i Partisë Komuniste Shqiptare. E njohin mirë sidomos në Gjirokastër, në Korçë, në Tiranë. Në Gjirokastër e njohin të gjithë se atje ka lindur dhe është rritur. Në Korçë e njohin si profesor, në Tiranë si tregtar. Për 2 vjet me radhë i maskuar mund në qendër të Tiranës si tregtar, organizonte komunistët e gjithë Shqipërisë. Në fund të tetorit vitin e kaluar, i shpëtoi sy për sy kompanisë Son që shkoi të arrestonte në dyqanin Flora ku punonte, që nga ajo ditë vepron në ilegalitet në Tiranë. Ka influencë dhe autoritet të padiskutueshëm në të gjithë ata që e njohin ose që e lidh puna me të. Në çdo faqe të dokumenteve që zoom, figuron emri dhe fjala e tij. Nuk duhet na shpëtojë në asnjë mënyrë. Kapeni dhe gjithçka është e shlyer. Me urtë kujt i keni transmetuar do tekste në Berat, Vlorë dhe Dibër? Për jashtë të gjithë! Në përvënde? Filloni transmetimin urgentisht nga e para. Urdhër 443, që nga dita e sotme ndalohet qarkullimi në grupe me më shumë se 5 veta. Ndërpritet mësimi në të gjitha shkollat për 1 javë. Ndalohet përdorimi i biçikletave pa lejë.
Gratë ndalohen të mbulojnë fytyrën me qarshaf. Ndalohet qarkullimi i pajtonëve dhe i karrocave me tenda të mbyllura. Ndalohet udhëtimi në qytete të tjera pa leje të posaçme. Kush gjendet pa letër njoftimi, burgoset menjëherë. Çdo mojti. Ju kam sjell vezë, zonjë. Vezë të freskëta, urdhroni. Më jep 10 kokra. Si urdhron, zonjë? 10. Po. Mami, i ka unë. Mirash, na mojti. Faleminderit. Mësuese! Mësuese! Nuk keni shkollë sa? A? Mësuese, Hoxha, atje ka postë blok. Dëshironi ju lutem? Një koktej, 2 limonata. Si urdhëroni? Letër njoftimet, zonja. Ne jemi italiane, zotëri. Më falni. Këto komunikata, shok, duhet i shpërndajmë në qendër të qytetit. Mbushëm plot 3 vjet që armiku gjekatar fashist, me çizmën e tij të lyer me gjakun e popullit Abisinis, e të popullit heroik të Spanjës, sulmoi atë dheun tonë. Fashizmi pretendonte se do të na sillte liri dhe përparim. Por na solli robrin dhe vuajtjen e saj sa nënave pa fëmijë, motrave pa vëllezër dhe grave pa burra. Po shfrytëzon pasuritë tona dhe do të na thiti deri në pikën e fundit të gjakut. Poshtë fashizmi grabitës, roft Shqipëria e lirë, roft Partia Komuniste Shqiptare, flamurtarja e luftës për liri. Kjo që ndodhi është vërtet e hidhur dhe e rëndë. Por njëkohësisht edhe një provë e forcës së madhe të partisë sonë. Me dokumentat që shtinë në duar, fashistët ishin më se të bindur se mëngjesi nuk do të gjente asnjë nga ne të lirë. Por shok, partia jeton. Jo më Komiteti Qendror, edhe qarkori i Tiranës, por edhe komitetit e qarqeve dhe celulat vetëm pothuajse të paprekura. Disotët e kanë tërbuar fashizmin, por ne shok, akoma nuk kemi zbuluar se kush në tradhtoi. Mendoni se nuk ekziston asnjë mundësi që të ketë spionuar vetë Filipi? Fashistët nuk e dinin sinjalet tona për hyrje në pas. Pra Filipin dikush e ka dorëzuar tek armiku. Dikush që dinte më kryesoret për jo hollësit. Deri tani Filipi nuk është dhënë. Je i sigur për këtë? Filipi din edhe 3 baza të tjera. Bazën 11, 21 dhe 31.
Përveç ti, për to kanë ndjeni vetëm shoku Taras dhe unë. Për ne ato tani kanë vlerën e ballonës provës. Atëherë kush e dha Filipin? Sot para ditë takova Veronikun. Sapo që kthyer nga Shkodra. Kur e qortova se kishte hyrë jashtë çdo rregulli tek baza e Filipit, më tha: "Tek Filipi unë hy në radhë parë si shok partie. Së dyti ajo është shtëpia e të fejuar arsimit." Janë disa arsye që s'na lejojnë të citojmë edhe për Veronikun. Shtëpia e tij u basis nga fashistët që në valën e parë. Mjali, përgjesi Celulës dhe shoku tjetër nuk janë kapur. Po kështu nuk është kapur asnjë nga grupi i tyre i simpatizantëve. Po sikur ta bëjnë këtë për të humbur gjurmët. Edhe kjo ka mundësi. Megjithse si shta kujtimi, armiku ishte aq i bindur në fitore, sa nuk e kuptoi pse ta ruante. Po nga kush do ta ruante vallë? Filipi dhe Sadriu përjashtohen nga çdo dyshim. Për Veronikun në tha se nuk duhet nxitohemi. Atëherë kush mbetet? Mbetet se duhet të jetë njëri nga ne, ose dikush nga ata që e dinin bazën. Ajo shok. Partia nuk ngre për asnjërin dyshime pa bazë. Për Veronikun ka disa rrethana që na shtyjnë të dyshojmë. Ai muajin e fundit është një orë me bazën. Kurse të tjerët e dinin që për 7 muaj, që me themelimin e partisë. Nga ana tjetër, kush na siguron se Filipi nuk ka futur përveç Veronikut njëri tjetër në atë bazë? Shoku Isa, shoku Kiço kërkon me ngut të hyj brenda. Ngul këm se Leri more djalë këto formalizma. Çka ndodhur? Ç'është ka ndodhur bre? Se shihni që po bëhet kataklizmoja. Dashkeni të na mbërthejnë të gjithëve. Përgjigjen për këtë ja u dha shoku Taras mbrëm. Protestoj. Nuk jam as pak dakord me këto qëndrime aventuriske. Fashizmi po na kërkon këmba këmbës, kurse ju bëni mbledhjera. Ka strategji, por ka edhe taktik. Duhet një tërheqje taktike, një rëshqitje në male. Protestën time ja thash hapur edhe shok Taras. Edhe çfarë të tha ai? Nuk është dakord me mua. Po edhe unë nuk jam dakord me ta. Jo. Mos i zbut gjërat. Shoku Taras të tha prerë. Qero, shko në mal ose ku duhesh. Ne do ta meritonim emrin e lartë komunistit. Në qoftë se në këtë çaste të vështira, do të fshiheshim që të mbronin kokën. Partia jon lindi në luftë dhe do ta përballoj luftën me tërë vështirësitë edhe pasojat e saj. Të thash djalosh, nuk jam dakord me këto. Unë erdha shoku Isa, t'ju paralajmëroj edhe një herë. Duhet të shpëtojmë kuadrot, shokët, të tërhiqemi përkohësisht në mal, të shkojmë në pezë. Atëre po ta përsëris edhe unë para lajmërimin që të bëri Tarasi. Ose qëndro këtu ku luftojnë shokët edhe populli, ose ndryshe do të dënojmë si dezertor dhe panikaxhi. Ju e dini bazën kur ju unë. Edhe ne, këtu jemi. Armët! Bush! Gati për zjarë! Zjarë! Tani është koha ta marrim pyetje. Le të kaloj edhe një herë nëpërmjet duarve të Alfredos. Ju po na sabotoni, kapitan Alfredo. Duhet të vdesin
Vetëm kur të mos kenë për treguar gjë më. Zoti kolonel, kemi kapur kryetarin e partisë. Si? Ishte midis të arrestuarve, që në pyetjet e para deklaroi se nuk është komunist i radhës, por vetë kryetari i partisë komuniste. Sillni shpejt. Që funksioni keni thënë se kryen në parti? Nuk pranoj bisedime nga pozitat pa barabarta. Zgjidheni. Ευχαριστώ. Jam kryetari i Partisë Komuniste të vërtet. Si quheni? Alex Xinza. Alias Xinza. Maskara! Idiot! S'te kemi thirrur të tallësh. Te kemi thirrur për të varur. Gje, cili jeti nga këta? Nuk kam të bëj me këta. Ne jemi arkeomarksistë sot. Arkeomarksizmi... Zoti Xinza, nuk na duan sot as arkivat e marksizmit, bile as arkivat e Partisë Komuniste. Na duan njerëzit e saj. Këta aktualisht janë armit kryesor të partisë sine zotrin. Na kanë rrëbyer gjithë bazën e partisë. Kemi mbetur vetëm udhëheqje. Po ne simi për luftën me armë. Ne jemi për revolucionin e ardhshëm. Më dëgjoni gjë në fund i lutem. Mjafton, Alfredo. Ne flasim për revolucionin e ardhshëm kur në sajt fashizmi do të krijohet klasa punëtore. Po kjo s'është as çështje vitesh, as çështje dekadash. Alex Xinza, pikpamjet tuaja teorike nuk na duhen më. Ju duhet na ndihmoni për të gjetur ata. Ku janë? Nuk e di. Alex. Sinqerisht nuk e di. Ata na konsiderojnë njësoj si ju dhe nuk na kanë dhënë asnjë rast. Nduam fillimisht, por sot vendosëm ndryshe. Ju jeni ideolog dhe duhet ta kuptoni se komunikata do t'i rriste vlerat një partie poshtje. Eshtja do të thotë ignorim. Diçka duhet shkruajmë për qetësuar opinionin. U kapën gjithë komunistët apo jo? Shtypi dia sa i lejohet. S'ka që duhet, ne i kapëm të gjithë apo jo. Urdhri është ky. Shkruani kundër terrorizmit. Theksoni. Terrorizmin e mban gjallë komunizmi dhe se ne do t'i përgjigjemi terrorit me terror. Kjo duhet bërë sa më parë. Urdhroni? Kabineti i shkëlqësisë Tia Komunit. Kërkojmë zotin këshilltar. Zoti këshilltar nuk ndodhet këtu. Ta gjeni. I thoni nga ana ime se shkëlqësia e tij është shumë i irrituar. Si urdhron? Lucianën. Kolonel, në pritje të lajmeve nga ju, mos harroni se na keni vënë në gjendje të arrestit padurueshëm dhe ironik. Ju pyes, sa do të qëndrojmë kështu? Zgjidheni. Urdhro? Zgjidheni, u thash. Na lini vetëm. Ulluni, koleg. Ulluni. Ju ndodhen në duart e mia. Për një farë mënyre, edhe unë ndodhem në duart tuaja. Në rrasë nuk të regoni gjithë shka që dini, ju pret vdekja. Po një fat jo më i mirë më pret edhe mua në rrasë nuk mësoj ato që dini ju. Le të ndihmojmë para njëri tjetër. Ku shkuan ata? Ku streho?
Ju më drejtojni si kur t'isha bashkëpunëtori juaj, kurse unë jam armiku juaj. Mos gënjeni vetën, Filip. E çfarë komuniste jeni ju kur I dhat njeriu ton bazën më të rëndësishme të partisë? Ajo nollin mirë besim, pa vetë di. Po e paranoj. Po përse nuk e bët edhe ju atë që bëri shoku juaj atje në rrugicë? Që dal ju shtyrit të heshnit, të mos sakrifikonit vetën për të shpëtuar shokët. Ideali komunist? Jo, Filip, jo. Këto 2 ditë kam asistuar në pyetjen e shumë komunistëve të arrestuar. Ju jeni I vetmi që pranoni të flisni. Unë ju kam treguar asgjë. Ashtu? Ju keni pranuar se në shtëpinë tuaj do të vinte Enver Hoxha, Vasil Shanto, Kemal Stafa dhe të gjithë anëtarët e tjerë të qendërorit. Keni pohuar gjithashtu se pseudonimi I Enverit është Taras, Sadet Rasin dhe Usta Hasani. Kështu? Këto I dinit dhe pa mua. Natyrisht. Ne dim dhe të tjera. Po kjo nuk është kryesore. Kryesore është se ju e hapni gojën, të tjerat vinë më pas. Duhet them se komunistët që kapën në sajt tuaj, se hapën gojën as për të treguar gjërat të njohura. Dhe s'kan për ta hapur kurrë më. Vdiqen. Ky fati pret edhe të tjerët. E kuptoj ju duhet kohë të qetësoni. Po ja që situata nuk në lejon të presim shumë. Sa më vonë tregoni, aq më shumë shtohen mundësitë që ata të në shpëtojnë. Kjo do të ishte e dëmshme jo vetëm për ne, po edhe për ju. Ju e dini se edhe me kaq sa keni bërë, ata nuk të falin. Por edhe ne nuk të falim. Të ruajtjes së qetësisë e të rendit ndalim qarkullimi qërshëndë. Nga ora 21 fillon në orën 20. Pas orës 20 asnjë lëvizje në rrugë, asnjë veprim në lokalet e shërbimit, në emtet, në punishtet. Rendi I lartë fashist nuk mund të durojë terrorizmin. Për hir të jetës, qysh sot pas orës 20 do të vritet në vend çdo kalimtar. Dënohen me 10 vjet burgim të gjithë ata që shtrehojnë terroristët ose që nuk Si do qoftë do të bërë diçka. Ta marrin vesh se mi gjallë. Ato fashistët e din po aq mirë sa dhe ne. Mihal, urdhëro zotëri, mbyllë lokalin. Si urdhëron zotëri? Ustaj. Zotrinj, duhet të lini lokalin. Urdhri preri komandës. Është e të mirën tuaj. Pas orës 20 nuk duhet lëvizni nga shtëpit apo reparti. Një gotë. Vetëm një gotë. Let hyn, Mihal, let hyn. Mirëmbrëma, padrone. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çdo shëroni të pini? Zakonshëm, padrone. Si urdhëron. Mihal, shërbeu zotrive. Si urdhëron zotri. Sa është ora? 8:20. Shëndet, Mikele. Shëndet. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë, pjesë të vini. Natën e mirë, zotëri. Natën e mirë. Asonde nuk e rri. Në komunistët ka vetëm një gjuhë. Faleminderit, padrone. Faleminderit, padrone. Faleminderit juve, mirë arshi. Natën e mirë.
Natën e mirë, mirë se të na vini. Oficierët pas me, shpejt! Gabim. Po si do qofta I bëri diçka. Po çdo kishte ndodhur nëse koloniali si zakonisht. Në ato orë do të ndodhej në klub. Aksioni për zhdukjen e tij do të dështonte. Sepse Veronikut I kishte shkrepur në kokë të bënte një aksion me urdhër të vetvetes. Me urdhër të ndërgjegjes së prekur. Pse të prekur? Sepse rëndua me një dyshim të tmerrshëm. Ai mendoi se e kishim lënë mënjanë dhe vendosi të vepronte vetë. Tamam, këtu fillon dhe shturja. Ne pyetëm siç pyetëm edhe shokët e tjerë. Dyshimi qëndron pezull jo vetëm mbi atë. Ai meriton një dajak të shëndosh. Me aksione individuale nuk ecet. Bomba që kishim porositur na duhej për një goditje më të rëndësishme. E sollën jetë. Të mroftë si një buroj. Klotildën prete? Po. Tilda. Ç'kemi Nik? Një rast ideal. Kemi në dorë të lirojmë të paktën 10 shok. Nuk më beson? Jo. Mirë atëre. Nga ti dua vetëm një ndihmë. Çfarë? Të më lësh makinë e xhaxhait për një orë. Ti e I marr. Dëgjoj Tilda. Po bën flokët vajza e komandantit përgjithshëm policisë. Ta fusim makinë. Ta izolojmë diku dhe ta lirojmë vetëm në shkëmbim të 10 shokëve. Terribël. Po ç'do? Unë nuk mund të marr pjesë në aksion. Dhe makina e xhaxhait nuk e kam për shëtitje, po për një punë tepër të rëndësishme partije. A janë vete, Tilda? E di ç'do thotë 10 shokë Më liruar. vjen keq, por makina në orën 10 duhet të jetë tek një bazë. Do të niset një shok nga ata me shërbim në qarqe. Kush? Mos pyet më shumë. Tilda. Le të marrojmë punë shpejt me të bijën e Samiqa fokut pastaj shko. Apo s'të pret kohë. Në asnjë mënyrë. Urdhri është vetëm për atje. Atëherë më ço me makinë deri tek zyrat e botores, sa të marr një shok simpatizant. Na lën pazar dhe kaq. E po mirë. Me këtë kostum duhet të shoh ditën e dasmës. Të jap fjalën se do ta vesh, edhe sikur të ma përgjitin plumat. U qoftë larg. Ç'është ajo fjalë more djalë? Do të qëndrosh shumë andaj? Ndofta një javë. Gjëra të me siguri do ta kemi zbuluar atë flarën e poshtër. Merë. E di që ke lakmuar prej kohësh. 7 fashist kënë mulli. Kaq pak? Po unë kam muri? Ja, nën tana e di se sa I pango për javë. Të keqe nëna. Po unë po të kishe do t'ju jepja gjithë botën. Gjithë botën do ta fitojmë në tanë. Ja dhe 7 të tjerë. Kjo po. E po. Edi koha e ndarjes. Do të përcjell. Ruaj u birë. Zagarët janë sheshit. Si tham, do të më shohësh dhe ndra bëjo? Vafsh dhe artë shëndosh, birë.
e ke prove. Edhe për pak do të kisha ikur. Me zi e lejuan Kasemin. Kjo është ajo vajza që të rëmbej. Ky është anarkizëm. Ne jemi kundër fashizmit. Për lufta jo nuk ka asgjë të përbashkët me terrorizmin. I thuaj saj të parandaloj me çdo kusht këtë veprim të ulët të Veronikut. Jepi dhe këtë letër. Është për usta Hasanin. Ta ktheu shpejt se do të nisemi. Patate pe corce, udroni, patate pe corce, do me vullushme. Hajde, urdroni zotri, urdroni, bashme për Japoni, zotri, bashme. Në rregull, Petri. Ai shoku e ka përmendje sallat. Për këtë erdhëm. Veprimi yt është antiparti, prandaj ndërprit çdo veprim. Çfarë thua? Është një rast që nuk vjen. Nxjerrim 10 shok nga burgu. Nëse bën ndonjë veprim në kokën tënde, partia do të konsiderojë jashtë rradhës sa. Bile provokator. Zë ju shtë ndalohet kalimi, ktheuni. Ktheu. Largohuni. Luanut njovde kje kano djali nonu so marim plumbin no balla djali. Ju betojmë për gjithçka. Askujt nuk e kam treguar për detyrën e ngarkuar. Askujt, asnjë fjalë. Ju betohem. Po si e zbuloi armiku bazën nga do të nisë kujtimi? Kjo ka ndodhur vetëm pas arritjes tënde atij. Dhe unë vras mendjen e s'mund të kuptoj asgjë. Ju betohem. Dëgjoj Klotilde, ne s'ta akuzojmë se edhe ti armikut bazën. Por ndoshta pa dashur. Si shok dhe si kushëri që e ke, i dhe të kuptoj Veronikut se të është ngarkuar një mision i rëndësishëm. Ju betohem, nuk i thash asgjë. Kam qenë gjithmonë gojkyçur. Në këto 4 ditë është i dyti rast që armiku na ka goditur rënd. Dhe në të dyja rastet disa rrethana të çuditshme na çojnë te Veroniku. Përgjigjo me sinqeritet. Dinte apo s'dinte gjë Veroniku për misionin tënd? Jo. Nga unë nuk mësoj asgjë. Makinën që do çojë te kujtimi. A e pa Veroniku? Po. Kur po mbushte mendjen të rëmbenin pengun, makina erdhi. Ai e pa ç'të bëja. Pastaj? Pastaj asgjë. I thash se Je ngarkuar me një mision të rëndësishëm. jo. Ju betohem. I thash se do të shkoj te Xhaxhai. Unë s'mund të akuzoj kot.
Për gjithë sa ndodhi, partia do të bëjë analizat e duhura. Por ti nuk mund të qëndrosh më në Tiranë. Do të nisesh që sonde në qetë. Familjen e lajmërojmë ne. Dakord. Dakord. Vdekje fashizmit. I lutem të keni besim tek unë. Vdekje fashizmit. Porta su hap. Por le të provojmë me çelsin tjetër. Kush është je? Petriti, o Veronik, Petriti. Tu bëj diçka për të ngrënë? Jo, më nën, faleminderit, kemi ngrënë. Ç'është ai llat, mos më kurseni jeni si çunat e shtëpisë. Po e di, më nën, e di. Çka ndodhur? Shoku Kreshnik do në takoj. Kreshniku? Gëzohem që po njihemi, shoku Kreshnik. Të gjithë ju dinë se jeni në mal. Kam një punë urgjente me ty, Veronik. Po si? Duhet të lajmërosh që sonte Klotildën, që nesër mëngjes, me të filluar qarkullimi, të sjell me do e mos makinë e Xhaxhait në bazën 63. Po ajo është larguar që në mëngjes me urdhër të qarkorit. Ku? Konkretisht nuk digje. Digje ti? Jo. Kush të tha që ajo do t'ikte? Ajo vetë, kret rastisht. Kur po i kërkoja makinën për të rëmbyer të bijën e qafës. Shoku Kreshnik. Unë zbatova urdhrin e qarkorit. Megjithatë nuk e kuptoj pse duhet të reagohemi kaq njerëzishëm me armiqtë tanë. Mos u kthemo tek ajo çështje. Partia jo nuk merret me veprime të tilla trotskiste. Ore, ata aksionin me kë e bëre ti? Me Kasem Alushin. Është simpatizant i ynë nga Ministria e Botores. Shokët tanë që punojnë atje nuk e njohin atë njeri. S'është e mundur. Unë për këtë i kam folur dhe Mihalit. Përgjegjësit tim. Do të vish me ne. Dakord. Sa të marrë gjaketën. Ju i dini më mirë të punë. Por mos besimi më thyen. Partia Komuniste u likujdua, Partia Komuniste u likujdua, komunistët para gjyqit, komunistët para gjyqit. Urdhoni gazetën, Partia Komuniste u likujdua. Këtu e një vetën më të sigurt. Kot friksoni. Edhe jashtë do t'ishit në mbrojtjen tonë. Me sa duket, zoti kolonel, ju nuk i njihni ata sa duhet. Kur marrë një vendim? Si të dëshironi. Ne kemi kërkuar t'ju dërgojmë në Itali. Sa të vija provimi, do të qëndroni në këtë qeli. Do t'ju shërbej gjithmonë rreshteri që u solli. Veroniku ju bën të fala. Atë e qua në Shkodër. E mbajmë në kuestur. Ka mundësi të udhëtoni së bashku për në Itali. Dëshironi gjë, zoti? Ja. Po merri porcionin ditor të ushqimit shpirtëror, Rrofsh, mërbi, rrofsh. Na kënaqe me këto lajme. Urdhëro. Një diskreditimi plot i bolshevizmit.
Sa veta ishin? Numri i tyre mbahet akoma sekret. Tash do të ishe edhe unë në bankën e të akuzurëve po të mos kishit mbledhur mendjen. Po, zoti Miqo, si mund të ishte dënuar? Me varjen litar apo me 101? Zoti Miqo nuk ka qenë nga më të rrezikshëm. Do t'i jepim shumë 30 vjet burgim. Ju sollën rresat, zotni. Lëri. Çfarë punov? Komunistët, zotëri. Kanë ndjekur komandën e karabinjerisë dhe depon e armëve. Ka dhe një letër për ju. Veroniku do takohet me kuestorin në salonin e katit të dytë. Shënjën do të na japësh nga dritarja ngjitur me balkonin. Vetëm kaq? Nuk janë pak këto, Mikele. Po që se dyshojnë, hajde me njëherë në bazën tonë. Mirë? Vdekje fashizmi. Ave Maria, grazia piena. Il benedictus tu mulieribus, Ave Maria, grazia piena. Ky trup i heshtur e i masakruar edhe në shtratin e vdekjes na dikton shumë. Egërësisë do t'i përgjihemi me egërësi. Terrorit komunist me shfarosjen fashiste. Fashizmi do të ngallënjejmë komunizmin. Duke është me ne vdekje komunizmit.
Të gjitha lëvizjet e tyre janë drejtuar për në lindje dhe në veri lindje të qytetit. Por se për ku nuk mund të përcaktohet. Ne me forcat përqendruara mund të presim rrugën demonstruesve këtu, mbase edhe këtu. Jo, major. Ata diku do të mlidhen. Le t'i lëm. Kemi një rast të mirë për të gjuajtur komunistët edhe kokat e tyre. Kolonel. Urdhëron. Kam një detyrë të veçantë për ju. Shqipëria lirë dhe e pavarur! Shkojnë drejt rrugës së spitalit. Kemi diktuar drejtën dhe kreshnikin. Kolonel. Vëllezër edhe motra, sot, në këtë orë, në të gjithë Shqipërinë, në nthirrjen e Partisë Komuniste Shqiptare, populli është hedhur në demonstrat për t'i treguar fashizmit dhe larëve të tij se nuk ka që në bën as me dhunë, as me demagogji, as me agent dhe as me burgje. Janë mbledhur tek Mederseni. Presim forcë. Fillonim mbi folsin, po nisemi sapo të dëgjojmë të shtënë. Fashizmi do ta humbas luftën. Le ta bëjmë shok sa më të afërt këtë orë. Të hedhim të gjithë forcat për hakmarrjen e madhe. Hakmarrje kundër kolerës fashiste. Hakmarrje kundër hafive të poshtër që shitën shokët për qëllime të ndyra emizore. Hapeni, kolonel. Është e kohë. Ne luftojmë për lirinë e atë dheut. Për një të ardhme të re dhe të sigurt. Pa terrorin e fashizëm. Pa shtypje dhe varfëri. Rrofqin bite bjatara komuniste! Rrëf për tje komunistë Shqipërisë! Kolonel, am dëgjoni, kolonel. Presim sinjalit. Demonstrata i arriti qëllimin që kishte. U thoni njerëzve shpërndahen. Asnjët mos bjerë në dorë të armikut. Ju nuk jeni oficer, por një frikacak.
Ishe e bindur se një ditë do të bashkoheshe me ne. Shqipëria ka vetëm një rrugë. Misin me Amerikën. Përse ndaluan? Në emër të popullit shqiptar i arrestuar. Mos lëviz Veronik Pikaj.